Ky emision sponsorizohet nga Bas Trade, Buçaj, Evergreen Valleys, iBus, Tab, Skardian, Viva Fresh Store, Go Plus. Mirëmbrëma miq. Në studio kam një mik të vjetër, një bashkëvendas timin me cilën nuk jam pajtu shumë kohë, thujse për kur gjë. Megjithatë e kemi respektu njëri tjetrin për atë që kemi përfaqësu. Sot pajtohemi për shumë çka dhe na ndan shumë pak. Pajtohemi që lëvizja vetëvendosje po i shkakton dëm shoqënisë. Dëmët mund të jenë të pariparueshme në kuptimin e përhapjes së urrëties mes njerëzve. Për këtë do të flasim me Shkodran Hotin, aktivist shumë vjeçar në lëvizjen vetëvendosje, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje për diku në 2 vjet, po që në zyret media ka punu shumë gjatë. Tash është gazetar, punon në të shtatsh, ka një emision të vetin, Majtas, Djatas, kështu quhet. Do të flasim për temen me aktuale që është. Fatkeqësisht kemi probleme shumë më të mëdha se sa mu marrë me Lule Xhelin apo Lule Xhelit. Lule Xheli është kriju në zyrat e lëvizjes vetëvendosje si model, si koncept dhe sot aplikohet në mënyrë perfide saqë shoqërinë tonë ka ndarë në dysh. Shkodrani e nje modelin e Lule Xhelit ma shumë se kushdo tjetër. Shkodran, mirë se erdhe në një format tjetër, të intervistave me njerëz sikurse ju, në Paparazzi, me një studio pak më ndryshe. Faleminderit, ngasi, komplimente për studio. Çka është Lule Xheli për ty? Lule Xheli është, si që tha dhe ti, një koncept i propagandës që për mu është edhe pak më ndryshe, është edhe një hap tutje e asaj që ka zakonisht e ka bu vetëvendosja ose që ka zakonisht mundemi me pa në për organizatat politike. Pse po e thëmë që është pak më ndryshe, është për faktin që normalisht në kryet herës prej se ekziston vetëvendosja ose të pakten ka marrë pjesë në zgjedhje, na kemi pa që është subjekti më aktiv në rrjetet sociale. Edhe normalisht ka pas shumë të zhvillum këtë depërtimi në rrjetet sociale, po ajo që ka e shohim tash, që që tha dhe ti me Lule Xhelat, sepse nuk bën të reduktojmë vetëm në një profil, është një propagandë që është dukshëm edhe me e eger, edhe një propagandë që si dihet autori. Një praktike tillë, sado që pretendohet që vetëvendosja ka një historik të tillë, mendoj që është shumë e shfaqur viteve të fundit, e veçanërisht prej se vetëvendosja ka ardhur në pushtet. Ju disa herë ju keni referu një dokumenti cilin në publike kanë nxjerrë vetëvendosja, jo në mënyrë kështu direkte, po të cilin e ka përpilu Albin Kurti, edhe që është një dokument... Biorganizimin politik. Biorganizimin politik, ku në një prej pikave të ti, në një prej paragrafeve të ti, flet për thashëthemin. Ai dokument është gatu, ose të paktën ka qenë gati, në vitin 2016. Që bjen... është dorëzuar në 2016, një grupi të... Po, një grupi të vogël të aktivistëve, të apo të nësojmë. Asaj strukturës, strumbullarit të vetëvendosjes. Është interesant që ju është dorëzuar vetëm një pjesë të aktivistëve, ju është dorëzuar vetëm në mënyrë fizike, edhe me atë sa kam informacion, sepse mu s'më është dorëzuar personalisht, nuk e di për çfarë arsye, është dorëzuar me një veçanti në dokument që të jetë në një farë mënyre e hetueshme se nëse del jashtë, pri kuj po del. Pra një farë kodi e ka pas. Një farë kodi, ta zëm një pikë ma pak në tekst, ose një gabim drejtshkrimor diku, ose në shkrimi pak ma ndryshe, po me që ta... është e frekshme,
Po ajo që po du të them është që kjo ka dalë ose është prezantuar në vitin 2016, që përkon pak a shumë me vitin kur ka fillu kjo përqarja në vetëvendosje. Sepse në 2017 ju e dini që ndodha ajo krisja madhe dhe në 2018 thuaj se gjithçka përfundon dhe i ndajnë rrugët një pjesë e madhe e ish aktivistëve. Disa prej tyre kanë pas këtë dokument. E tash, çka është e rëndësishme ta potencojmë, është që ky dokument në një formë kështu praktike, mas 2017-s, e veçanërisht që mas ardhjes në pushtet të vetëvendosjes 2019-s, zbatohet pikë për pikë. Që kjo pika për cilën fole, publiku disa e din, disa edhe mund ta kenë harru, është ne, si me thonë, janë ja 3-4 fjali të shkurtra kështu, po shumë domethënëse, që flet për nivelin e ulët të emancipimit shoqëror, flet për një 40% të këtij populli që nuk di të lexoj, i di shkronjat për nuk di të lexoj, e nëse di të lexoj nuk kupton çka po lexon, e që quhen analfabet funksional. Dhe qysh atëherë zoti Kurti, edhe shumë më herët natyrisht, i ka targetu këtë kategori si mundësi të manipulimit të tyne dhe asnjëherë të emancipimit të tyne. Dhe sot kur është kryeministër, ka edhe Ministrinë e Arsimit, nuk punon për emancipim të kësaj pjese të shoqënisë, por për manipulim dhe po e aplikon një gjë të tillë. Pra, këtë manipulimin brutal të një pjesë të shoqënisë e cila e mban e pushtet duke e mirëmbajt këta me dezinformata. Çfarë shkruan këto publik i dashur? Thashë thëmet janë burim deznklapa informacioni. Nuk bën ta nënçmojnë fuqinë e thashë thëmës. Ajo zhvillohet shumë në një popullsi si kurse kjo jona në të cilën analfabetizmi funksional, ku qytetarët i din gërmat, por bëjnë shumë gabime në drejtshkrim e gramatik, mbyllin klapat, ka përfshirë afër 40% të popullsisë. Qartësia dhe thjeshtësia janë të domosdoshme për të luftuar moskuptimin dhe keqkuptimet. Kur gënjehet atë shumë zyrtarisht në institucione dhe media publike, nuk është e befasishme pse njerëzit besojnë më shumë në thashëthemat. Qëndrime të caktuara tonat në mjedise e kohë të posaçme duhet të përhapen pikërisht ashtu, pra si thashëthema. Pra, në këtë koncept, dokument që quhet, në këto 3 fjali, ku është e vendosur Lule Gjeli, apo ajo Jona Qitaku, apo këto profile tjera të ngjashme. Po, që ku qëndrojnë këto? Këtu ka pak një loj fjallësh, ndër të tjera mendoj personalisht që ka pak edhe të vërteta, sepse unë i besoj kësaj 40% të popullsisë analfabete. Sigurisht, po unë mendoj që është thelu. Po, këto u thelu në shtë edhe u rrit, edhe këta e në pisa, që ata që nuk i kuptojnë, që ka lexojnë. Edhe kur thon pisa, nuk flas për ata nxënësët që i nënshtruan testit. Flas edhe për një pjesë të madhe të njerëzve që neve na akuzojnë për det. Dhe thashëthema, këto nuk është thashëthema të cilën ne e dëgjojmë në për kanaxhegje, ose në për dasma, ose në për qajtore. Këtu thashëthema ka marrë një dimenzion të ri, e ka marrë dimenzionin e shpifjes, dimenzionin e linçimit. Mbaj mend në një prej herave kur Kurti ka folë për çdo çështje, po jo me çdo fjalë kaq direkte dhe kaq brutale, e ka përmend shembullin qysh në një periudhë tjetër të mëhershme, kur s'ka pas rrjete sociale, në një farë mënyrë kjo thashëthema është shpërndarë në përqajture. Edhe këtu e ka marrë shembull shpesh i ka marrë aktivistët e LDK-s, që në qajture kanë shu një fjalë të zamë për krahun tjetër që ka qenë krahu i luftës, edhe ajo prej një qajture u shpërndarë në qajturën tjetër, pastaj prej tjetrës
në një qajture tjetër dhe rrjedhimisht prej aty një njerëzve në për qajture është dëpërtu në për shtëpit shumicës. Tash me qenë se nësë rrim sot në për qajture, ose nësë rrim në për kafe, nuk e kemi domosdoshmërisht dimensionin apo diskutimin e politikës, rrjetet sociale janë platforma më e mirë me shpërndo këtë që tash po në një farë mënyrë po nxirra si emrusi përbashkë thashë thama, po shumë më tepër se kaq. Ose ajo shpifja që Vebi Kajtazi është njëri Serbis, që ajo shpifja që burri filan deputetës ka qenë diler i kokainës, që ajo shpifja që filan politikania ka bo seks me bodyguardin e vet. Domthon këtë çdo forma është kjo thashë thama. Janë këtu. Po, është kjo thashë thama që e përmend. Edhe Lule Xheli mendoj që është simbolika e çësaj thashë thamës. Sepse kushdo që nga gazetari, po edhe ata që s'janë, e kuptojnë që gjithmonë kur lëshohet thashë thama, gjithmonë fuqia e saj o 2 fish ose 3 fish ose 4 fish më e madhe se demantimi i saj. Sepse çdo lajm i pavërtet, çdo linçim që është shpërndarë të Lule Xheli apo të Lule Xhelat, i ka pas me mira shpërndarje. Po jo kaq ka pas një demantim që ka mujtë me u bo për personi që ka qenë cak i sulmi. Po tash ndodhe edhe një gjë Shkodran. Jeni gazetar, tash më kohët e gjatë, prodhoni lajme, storje, jeni redaktor, keni emision të juj. Jo të gjithë njerëz kanë zgjedh mi u përgjigj këtyne profile fake, sepse është e pamundur tash kujt i reagon ti. Kush shihet mrapa një profili fake i cili shkakton që ka dëm shoqëror, dëm të pariparueshëm shoqëror, se një ditë edhe Albin Kurti do të jetë viktime vetë këtij modeli të cilin e ka instaluar, por njerëzit refuzojnë me hyrë në debat dhe me debatu ta zonë një person, një politikan i caktuar, në këtë rast ish presidentja Vjosa Osmani, e cila e akuzoi direkt Albin Kurtin që gjithçka prodhohet prej tij e ka lejen, vulen e tij, nuk mundet mi u përgjigj edhe me debatu me dikon që nuk ekziston. Pra është sikur me komuniku sot me inteligjencë artificiale, me një robot, apo me chat që njerëzit i bojnë pyetje nga ma banalet, dhe i përgjigjet në varësisht prej pyetjes, ka njerë mundohet me këshillu, me thonë ka dalë se kjo punë nuk është bashkë qështu. Që kjo përpjekja e shoqënisë reale, njerëzve reale, gazetarëve, politikanëve, shoqënisë civile, aktivistëve të ndryshëm, qysh mundem një përgjigj kësaj robotike, kësaj propagande të organizuar nga lëvizjeve vendosje? Qëra është pak sfiduese në kuptimin që ballafaqimi apo përballja në formatet të tilla të propagandës është kështu si me vu në të një bast, dhe në më shti 1.000 euro, ti më shti 1 euro. Edhe ti si fitove i ke hup 1 euro. Unë nëse fitoj, varet që shumë, apo i kom shti 1.000 euro. Kështu që jem në një farë kështu minusi që në kryet herës. Po, garet pa barabart. Rrjedhimisht, kur ti përballesh me ta, ti ki kosto vetën tënde, ki kosto familjen tënde, ki kosto të shumë fesht. Ky nuk ka. Ky ka veç nëse zbulohet, si në rastin e këtij profilit që u boi famshëm së fundit që ekziston prej 2020-s, nëse s'ka bëj tash 6 vjet. Edhe rrjedhimisht mendoj që nuk ka ideja më e mirë më u përball direkt me propagandën e tyre. Unë mendoj që duhet me gjetë zanafillën. Edhe zanafilla, si që tha dhe ti, kryet herës, ekziston në çdo dokument. Dhe jo rastësisht, se këto nuk po ta them që me bo kështu një ndarje simetrik, po profilet ngjashme me Lule Xhelin, në kohën kur unë kom qenë pjesë e vendosjes, apo para vitit 2017, ose nashta 2016, ka qenë vish një që unë kom njoftë vendosje. Ka qenë profili vogël, s'ka bo dorë në zamër që t'jem sinqert propagandë sikur kë, po ka qenë një profil i quajtur agitator. Agitator. Po, agitator. Kush ishte prapa këtij? Prapa ti ka qenë hish më pak se
asistenti, se do pi thënë këshilltar do asistent, do të mendoj që asistent është, që vishë që kom po të ja boj çantën kurtit, Aranit Beshiri. Okej. Po. Ky që doket në media, skulptor apo çka është? Se ti piktur, thujnë ma shumë, po se ti nuk... Aranit Beshiri ishte agitatori. Po. Ka qenë profil ma i marginalizum, kuptimin që s'ka po shumë djeks, po aje ka përdur për sulm, thash, jo qash brutal sa Lule Gjeli, po për shambull për sulm ndaj njerëzve që kanë dalë për vëvës, edhe unë jem konë sak i ti njëherë. Dhe më thonë, kom dalë me vrapu në Gërmi njëherë, jemi taku me deputetin e PDK-s, edhe ka morë një foto që aty, edhe ka qitë dhe mek që tash dëllë për vëvës, por rënë me njerëz të PDK-s. Më që ky mindset i propagandës. Më nalë me shpjegu për shikusin. Këtu është një vërtet, që ju jeni taku me një deputetet të vëvës. Pra, të PDK-s. Kalimthi. Kalimthi. Keni fol, jeni përshëndet. Dhe ju ka fotografu. Dikush, kush do të qoftë. Dhe ju ka ekspozu. Po. E vërteta është që ju jeni taku me një deputetet të PDK-s. Po. Kjo është e padiskutueshme. Po. Por kur është nxjerr në publik, është interpretu tash pas braktisës së vetë vendosjes ju keni bashku. Jo, s'është interpretu ashtu, po është ironizu afërsia. Mirë. Është interpretu pastaj në publik se ju po shkoni tash tek PDK-ja. Pra, me gjysmë informata kanë manipulu, sepse kur është komplet dezinformat, nuk është shumë e dëmshme. Kur ka gjysmë informata, ato bëhen shumë të rrezikshme. Se kuptimin është fotografia, që juve ju ka fotografu dikush, dhe interpretimi pastaj që ja kanë bërë të tjerë. Në këto raste, qysh mbrohet një subjekt sikurse jo? Tash s'po flasim konkretisht jo, por këta që janë cak i këtyne sulmeve. Qa thu, se ti duhesh me dalë, nëse veç do, nëse do me e njëran, se s'merresh me budall të në kohën. Po nëse do me ju përgjigj, ti duhesh ti thu, po është e vërtet që jem taku, por nuk ju kam bashku PDK-s. Po. Çka do që thu, shkon në dëm tonin. Po. Ashtë në fakt qëllimi i krejt kësaj platforme, që njerëzit mi godit, dhe sa herë që reagojnë ata me u dëmtu edhe ma shumë, apo si është kjo situatë? Po, qëllimi është që e thash, dhe nëse aje shumë propagandën, demantimi kur s'është i fuqishëm sa propaganda, edhe unë të paktën nuk po du me imponu këto si praktik, po sërë më jëmë bo sulmet e tila, unë jëmë përgjigj paka shumë me cinizëm edhe me ironi, sepse mendoj që në dinamiken që e ka puna e gazetarit veshmas, është pak problem edhe me umbrojt, si që për e thuti, për një propagandët të tillë, po edhe unë merr konstant me të, së është e lashme. Adin, ti bje gazetar shumë gjatë. Bje gazetar me kozgjatje, ose me karrierë ma gjatë sa ekziston vetë vendosje. Po. Edhe rrjedhimisht, ti në vishë nëse del në qytet. Unë është me taku Samil Shtakut. Po. Pak ma qanej, unë është me taku për Parim Ramen. Po. Si të kthejesh në djathë, unë është me taku Daut Haradinej. Po. 3 propaganda mundet më të ndërtu. Po. Mrena 5 ore. Edhe tash ti s'mundesh këtë ditën se ki me punu. Ki me dalë me një debat në brami. S'mundesh ton ditën me u merë me secilin demandim. Ideja më e mirë e përballjes me qëto është mendoj me u merë me ton heshtje, me qëto profile. Me u merë në heshtje edhe me e gjetë identitetin e tyne, me e gjetë burimin e tyne. Po. Sepse edhe nuk janë që kaq të pasbulueshme, sepse jemi në një kohë zhvillimit shumë të mirë edhe të madh teknologjik. Është zbulu ky gjenti. Kjo zbulu edhe krejt çka ka publiku buzhalët, çka kanë publiku mediat e tjera, çka di edhe unë personalisht që si kam publiku, domthonë krejt sanet çojnë që personi i njëjtë. Çka dini ju që se keni publiku nëse mundemi me nda me publikun? Po, unë po një prasë më bu
krejt to publike, ko marrë informacion që ky personi ka komuniku me dikon përmes profilit Lule Gjeli, njëkohësisht e kom siguru numrin e tij të telefonit, i cili rezulton tjetë me adres pikrisht në vendin ku Ake Abazi thot që ka taku personin në fjalë, Në Amerikë. në Amerikë, në Delaware, Delaware, po. po. Edhe njëkohësisht, domethënë, ky personi ka pas bashkëpunim me një person tjetër, përmes shkajës merret vesh dhe identiteti i personit në fjalë. Është interesant se ky Gjenti ka familje, Po, pra ka motra, është djali i një poeti të ndjerë nga Drenica, ka qenë Amerikë, pra ka shku si refugjat, ka një reportazh në Washington Post për të. Ky flet që nuk do më u kthy në Kosovë, pra ëndër e ka me jetu në Amerikë, dhe flet edhe për një dimension tjetër që i pëlqen shumë teknologjia, kompjuterit. po, Aty shkruan, pra, po flasin për një histori të Dymitës. Dymitës. E kam nxjerrë një ditë në Facebook. Por shumë interesant se jo, për shembull, janë një motrën. Motrën e kishte të punësuar në qendrën klinike universitare Po, të Kosovës. Ajo ishte martuar me një mjek nga Skenderaj, i cili ishte mik i Samil Ushtakut. Ata njihen, kanë rrjete sociale, kanë profile reale. Ky Gjenti nuk ka asnjë fotografi me familjarët e vet. jo, nuk ka në asnjë fotografi. Çka thot kjo për juve nëse ky ka refuzu që edhe me familjarët e vet mos me u ekspozu as në Instagram, as në Facebook, as në... Pra, si e sheh një gjë të tillë ti? Se në fund të fundit thot gruaja, thot motra, thot dhondri, kushërini, hajde ta bëjmë një selfie ta qes. Ky nuk ka. Janë dy kategoritë njerëzve që mendoj që nuk ekspozohen në rrjetet sociale, sepse na mundim me njoft njerëz të tjerë në jetën e përditshme që është shumë vështirë ose ndoshta edhe pamundur me gjetë fotografi në rrjetet sociale. Mendoj që janë një kategori që për një me dojnë me rujt shumë privatsin, por janë edhe kategoria tjetër që pak janë delulu, kuptimin që aden fillojnë, edhe kjo është një farë mitomanie, masin, fillojnë me mu shtirë si të rëndësishëm, edhe dikur nisin me i besu, qësaj që janë të rëndësishëm. Po, me pa vete një farë James Bondi, kështu në onrat e ti. Edhe mendoj që ky për këtë kategorisë të dytë, se ky... pra pak... Po, pak delulu në kuptimin që... I hoqë. I hoqët, po, që ta kuptojnë publiko. Ky mendoj që shumë njerëzve, përfshi edhe Hake Abazit, zëvendës kryeministri, që është deklaroj edhe ai, ky ju ka shqitë si njeri i rëndësishëm. Tash të e depërtu qitë informacion që o njeri i rëndësishëm disa qarqe, këto kanë fillu me e besu për një mes si të rëndësishëm. Edhe të e besu që për një mes është i rëndësishëm, njerës kanë fillu edhe me bashkëpunu me ta. Se për shembull për mua mbetet e paqartë pse u desh me taku numri 2 i qeverisë në Amerikë një profil fake me Lule Gjelin. Kur shkon ti në Amerikë qyr me hi në shtëpi të bardhë. E jo me shku me taku një profil fake. Po ajo thëke vetë më ka prezentu her me emnin Taulant, her me emnin Gen, se thëke punoj aty, punoj këto. Njëjtë kur e ka publiku shkrimin Kalzo.com, ju kishton që e hupi vendin e punës, bla bla. Na, nuk e kemi të konfirmuar që ky për një me ka punuar që ato vendet punës, apo që i ka që ato lidhje. Po nuk ka rëndësi ku punon. Ky njeri po bën zullum. Po. Dhe për këtë zullum e di lëvizjave vendosje. Pra e pas ka ditur edhe Hake Abasi, i cili nuk në atë kohë nuk ka folë, nuk ka tregu se po ju bë zullum njerëzve derisa e ka provu në lëkurën e vet. Njëjtë sikur se Vjosa Osmani, sa ishte president. Se as po flet hala. Ajo e dinte për zullumin që po shkaktoi. Ishte pjesë madje e këtij zullumi. Madje na ndodhi neve kur u arrestu Jetmiri, kameramani jon, për një histori që po e krynte ku nuk kishin subjekt vajzat e presidentes. Nuk ishte qëllimi i ekspozimit të tyne, po thjesht fakti që kanë ndru shkollën nga një shkollë publike, kanë shku në një shkollë private të
të Po, shtrejnë. që është. Dhe tek kur po prekin këta në lëkurën e vetë, pastaj po tregojnë, po flasin. A duhet se cili me u prek për me ngrit zonin, apo do duhet që njerëz me një truh dignitet njerëzor, sikur se këta që janë në lëvizimet e ndosë me dalë me thonë, hej, që kjo nuk bën me ndodhë. Tash normalisht është çështje karakteriale pak jo, po në pikpamjen tam duhet me reagu pavarësisht ai subjekt, sepse nëse fundja me kqyre dhe në rafshin ma praktik, nëse sot si e nesër mundesh me qenë. Po. Unë personalisht nuk jam ataku prej profilit në fjalë. Direkt. Si jam e përveç. Unë jam ataku, po si ja pas pare. Jam ataku prej shumë profileve të tjerë, që kanë qenë më të fuqishëm, më të pafuqishëm, po nuk ka lidhje kjo për mu, e si shdesh me pas as për presidentin. Po, ish presidentin. Po, ajo duke që e ka një, si me thonë, veprim që për mu është i çuditshëm, sepse në rastin e gazetarëve, nëse dhe ka qenë një kritik, kur Vebi Kajtazi bën kritik, është me emën, me mbjemen, me emën kompanisë prapa, dihet kush është, ajo e ka pasionin e zjarrt me të kundërpërgjigj, e nëse s'kundërpërgjigjet, ajo kundërpërgjigjet Prindon Sadreu, bashkëshorti i saj. Në rastin e profilit në fjalë, që ajo vetë ka thonë, në Rubikon e ka thonë, që prapa aty qëndron urdhërëdhën si Albin Kurti, ku aty ka shpifje, paktën për mua në shpifje, që ajo ka bo seks me bodyguardin e vetë. Është bizare. Është bizare. Ajo, sot, kur thuj se është i faktum në mënyrë të 100%, dhe unë besoj që nëse kemi institucionet drejtësisë që janë pak normal, kanë me faktu që ajo është gënë prukshi. Dhe kjo hesht. Kjo hesht. Po dhe nëse su faktu, ti dënoje pak në mënyrë generale, në mënyrë si përfatsore. Duke qenë viktim, se është viktim. Nëse ka pos viktim, në mënyrën ma bizare që është sulmu, prej këti profili, ka qenë Vjosa Osmani dhe është sulmu prej ditës që është dalë në publik prishja raport të fësoj me Albin Kurtin. Që është shumë do më thënë se. Heshtja asaj është e çuditshme. Heshtja asaj lidhet me dëshirën e saj për pushtet, se të heshti pak mos po mbon president. Po, unë e interpretoj ashtu. Na Albin Kurti. Po në çfarë do mënyre është e papranueshme. Megjithëse nuk kam e pa, po në çfarë do mënyre është e papranueshme. Natyrisht. Sepse ti je t'u jap zemër profileve të tjera, më merr me ty në të njëjtën mënyrë. Shkodran, pse këto profile kaq brutale, kaq të poshtra, kaq janë profile emra grash, ndërkohë burra që ndrojnë prapa tyne? Pse është kjo? Se në shoqërinë tonë, si me thonë, ka kështu shumë diskutim për këto çështje gjinore. Edhe rrjedhimisht, shpeshherë, kur sulmi bëhet prej burrave, qoftë edhe në jetën publike, është shumë ai i gjykueshëm, sesa kur bëhet prej grave. Për shembull, kështu me kontekstualizu pak, nëse Vebi Kajtazi në një debat televiziv i thot dikuj grua keqe, adin krejt organizatat feministe kanë me tragu për gjuhë seksiste. Njëjtin sanu në kom dëgju të e thonë Mimoza Kusarin, në një deklarim të saj, kërkush së merë me ta. Që i thot dikuj tjetër, një gruje. Që një gruja një buri, s'po më kujtuat, sak për e përdorët si të këfjallë, se kjo si të këfjallë që problematik, s'karen si kuja thu. Tash, me të njëjtin mindset, me të njëjtin praktik, menoj që funksionon edhe kjo logjika, sepse kur del aty, e para punës dorën zemër të profilet feksha, duhet me pas parasysh, është që kur ki emrin e një femrës, apo të një gruaje, të një vajze, edhe fotografin e improvizuar të saj, është shumë alet me e rrit profilin. Sepse ka shumë frustrim kështë shoqëri edhe njerëz të shohin që aty tybe një siluet që t'ja, ata kanë me të bo kanë me të thirë, kanë me të shkruj. E ki fjallën për burrat. Po, burrat. Edhe rrjedhimisht e forcon ma shumë profilin. E dyta është kjo që kur vjen sulm prej një gruje, pak njerëz se kanë një farë, si me thonë... Hajtë marrë se një grupo. Edhe e pesojnë tani ma letë si propagandë. Amo kjo të regon për një gjë të studiuar shumë mirë. Dhe cila është kjo gjë? Është që një grua, kur akuzon një grua,
nuk ka reagim sikur se një burr kur sulmon akuzon një grua. Pra në kryet herës këta e kanë ditë se çka po bojnë. Dhe këta po e keq përdorin të qenunin gru. Se kjo mund t'jetë gruja dikujt, motra dikujt, vajza dikujt, nona dikujt. Pra me vedije i përdorin gratë për qëllimet e tyre politike. Gru është edhe lule gjeli në emën e mbi emën, si profil. Pse duhet me keq përdor një gru, edhe një profil me emën të tillë, se kanë mujt me thonë Lulzim Gjeli. Po jo Lulzim Gjeli, po Lule Gjeli. Pse duhet me pasti, me qenë kaq i poshtër, sa me thonë, hajde ta krijojmë një Lule Gjeli se që kjo ka me shpërthy shumë. Pra ti po e din në start çka ju dhez atyne. Kjo, po ne ka dy dimensione që mundesh me diskutu. E para punës, nëse e kqyr ti edhe punën e kësaj qeverisë. Nëse e sheh akuzat kryesore që janë bo, ndaj kësaj qeverie këto 6 vjet, sheh që betejën kryesore me ato akuza e kanë gratë. Nësë po du tash me pretendu që e qëllimshme apo e pa qëllimshme. Po nëse e sheh aferën e rezervave fshetrore, kush përballet? Roseta Hajdari. Nëse është çështjen e energjisë, kush përballet? Artane Rizvanulli. Nëse e sheh çështjen e komunikimit me listën serbe, kush përballet? Mimoza Kusari. Nëse e sheh personin që është keq përdor me 10 herë për një pozitë që u dike që zvotuat, kush përballet? Albelina Agjeo. Nëse sheh çështjen e përplasjeve banale që shpeshherë kanë në thelb, i kanë në thelb njerëz të luftës, kush përballet? Donika Gërvalla. Po, janë çto 5 gra që ti përmena. Zonja Matoshi. Zonja Matoshi, Samil Shtaku. Që mundem me gjithë edhe plot tjera. Janë 5-6 gra që i përmena. Nuk është Hajrullah Qeku. Nuk është Ekuran Mërati. Nuk është ai Jaggjeu Lulzoni. Nuk janë këta burra që përballen se tash ti edhe kur e kritikon. Burra që fshihen pas grave, po flas. Ti kur e kritikon edhe si gazetar një gru shpeshherë ta, për shembull, kush do që o morr? Ajo Adriana Matoshi çka s'ka fol për familjen e Samil Shtakut, që s'ka fol për mërgimin djalin e Samil Shtakut, që s'ka fol për ty për ato tjetrin. Në momentin që u publiku një dokument që e përfshike vajzën e saj që s'ka qenë e mitur, që ka përdor njëna për substancave narkotike, nuk jam marrë shumë atë çështje, po e di që pat reagimet viktimizuese. Po pat reagime, po duhet me pas parasysh edhe një gjë. Nëse ti merresh me familjen e secilit, po, edhe dikush dikush merret edhe me tonën. Po çto po të më ta thonë? Po që ky është rreziku që neve po na çon në një konflikt shoqëror i cili mundet me prodhu dhunë fizike. Po. Siç edhe ka prodhu. Po, mundet me shku drejt lufta civile. Po pra, dhe dikush e ka qëllim një gjë të tillë. Po, pse e potencova ashtu? Mos harrojmë se zonja Matoshi e konsideroi vajzën e mitun, unë kam refuzuar me u përfshin këtë debat. Asnjë përfshi, është hera parë që bëhet. Vjen shumë keq, absolutisht vjen shumë keq se në fund të fundit vajza e ka jetën e vet. Normalisht. Por duke ju referuar, po dikush tha, ti po e përmend, po thu vajza e mitur. Po sa e mitur? Po mirëten e mitur, ndërkohë ishi dashuri i zonjës Matoshi ka qenë më i ri se sa vajza. Vajza e. Po. Nuk e di si detaj, po të them që çka flet reagimi i saj. Reagimi i saj flet që tash nëse i shkon në thelb kësaj, nëse gjykon pak psikologjikisht, domthon çka e bën Adriana Matoshi, këtë rast po e marrim Samil Shtakun, ku aty ne ju referohet si familje, se përmend mërgimin, përmend përgjithësi si familje, e sheh që në fund të ditës ajo kryen çfarë detyrë, sepse s'është e përgatit edhe nuk e mendon, po me hin qasi sulmi, se kur po përballet vet po viktimizohet. Kjo ka zënë që ajo përdoret si vegël, edhe për ma keq s'është e vetëdijshme sa dhëmb çaj sulm në qatë mënyrë, se derisa e provon në vet. Kur e provon vet, nuk bën me prek familjen. Jemi në fund Shkodran, dhe faleminderit që erdhe sot në Paparazzi.
Një parashikim, qoftë ky edhe më i errti, si është shoqërinë tonë, në çfarë gjendje nëse ky diskutim edhe këto sulme vazhdojnë me u rrit? Po këqyre na kena mri, se tash ti mban men shumë a shumë se anë dhe për shkak të moshës dhe për shkak të një lloj tjetër të përvojës që e ke pas. Po unë prej atë sa moj men, që moj men, më i me thonë, të paktën për qëtë shekull 3, për qëto vitet e pas 2000-ta, moj men këgja shumë, nuk mendoj që ka pas nivel ma të lartë polarizimi shoqërisë. Kur po thëmë se polarizimi nuk në kupton veç mu vra. Polarizimi është kur një grup e shen një grup si të keqen e madhe edhe lufton në gjitha format. Sot unë pakten, hajde po themi në 10 vitet e fundit, 15 vitet e fundit, kur nuk unë pash si agresiviteti edhe që si barikadimit të njerëzve në bërkampe. E keqe e rrezikshme kjo? Kjo është shumë e rrezikshme. Por kur garon si subjekt politik në zgjedhje kjo dhezë. Po dhezë. Se ndonë, si mas aty në është e mira dhe e keqe. Është e mira, e keqe që të praktike ka ndikë vendosja vazhdimisht. Ka ndikë edhe në kohën sa kemi qenë na, po kjo ka shku të brutalizu. Jo, kjo ndiqet për i viteve 20-30. Po. Është modeli Hitlerit. Po, po flasë në kontekstin tonë, për 2010-ës ekziston, kur ka hypë, s'pe largoj vetën prej asaj pjese, po unë po thëmë ka shku të përforcu. Nëse ti i ke pas akuzat ma të përgjeshme, edhe i ke pas akuzat për çështje të qeverisë, hajna kriminele, që dhe dikon, nuk po thëmë që janë të durat, po janë pranueshme. Ju ka flajt. Po, tash i ki shpifjet, ky po flan me ato, ky po del me këto, ky po bën seks me këto, ky, si me thonë, katakura do i qiqen. Pas një fakt. Domthon, që kjo paraqet rrezik edhe për individet, po paraqet rrezik edhe për shoqërinë, se jo rastësisht sot ka perceptim shumë të keq për mediat, dhe jo rastësisht sot mediat luftohen më shumë se kur. Po si janë veç mediat për me ja hup kredibilitetin, po, që kur ata kryjnë punën e vet kur e qesin të vërtetën, lese këta janë rrenca. Po, me thon këta janë rrenca, po kjo mbi gjitha e përçon shoqërinë, sepse peshen e diskutimin me diasporën, ka plot diskutime, kështu që unë uroj me undhagje e keqe, po nëse nuk merremi pak më seriozisht me to, mendoj që përshkallëzimi i saj ka më qenë sa më shumë edhe sa më brutal. Falenderoj shumë Shkodran, të uroj gjitha të mirat. Uroj që mu bo normal nështë njëherë si shoqëni, por me gjithatë deri atëherë ne duhet ti luftojmë këto fenomene cilat po na ndodh. Dhe të parët në këtë front, natyrisht jemi ne gazetarët. Mes që kaq kishim me Shkodranin, do të vazhdojmë cikël të tillë të bisedave për tema kaq të rëndësishme dhe kaq të ndjeshme. Deri atëherë mirupafshim.